ka prekur gjithë qytetarët shqiptar dhe pa diskutim jam i bindur që çdo koleg këtu do donte që ajo ngjarje mos ndodhte dhe është gati të bëj në këtë moment çdo gjë që kjo ngjarje mos përsëritet, por kemi një problem me memorien. Neve harrojmë shpejt. Ngjarje e rëndë ishte edhe me Martin Canin. Është po kjo qeveri që ishte që tha fajin e ka TikToku. Kur e dim gjithë që ishte pasiguria në shkolla, pavarësisht se derdhen miliona euro nga buxheti për të paguar gjasme administrat për psikolog apo për oficer policie në shkolla që çuditërisht nuk janë atje asnjëherë kur ka ngjarje të tilla. Flasim për të fortët. Po a nuk është kjo po e njëjta qeveri që vrasës i sollin në parlament? Njerëz janë marrë me trafik prostitucioni, i sollin në parlament. Dhe ne u detyruam që të bëjmë një ligj që s'ekziston në asnjë vend të botës, që është ligji i dekriminalizimit, për të nxjerrë këta kriminalë që u futën këtu, këta të fortët e lagjeve, që u bën të fortët e gjithë Shqipërisë. Dhe mirë që bëjnë ligjin jashtë, por edhe kur futën në burg, ta prapë bëjnë ligjin. Tani për shkak detyrës më ka qelluar që të vizitoj shpesh herë të burgosur, përgjithsisht protestues. Dhe ri në kushte katastrofë, mjerane. Isha tani tek paraburgimi ku pash dhe ish presidentin Ilir Meta. Dhe kërkova të shikoja dhe kushtet e burgut. Dhe e pyeta që në fillim, a keni bibliotekë këtu? Po, më thanë, kemi. Dhe kur shkova për të parë bibliotekën, ishte një sirtar me 15 libra, në një dhomë komplet boshatisur, as karrike, as tavolin, as gjë. 15 libra quhej biblioteka. Pash kushtet e ish presidentit që listi, një dhomë 2x2, që ishte rastësisht e vetmja dhomë që nuk punon të asinjali. Dhe tani kur krahason këtë, do po them, keni qytetarë tjerë që keni arrestuar tani protestues tjerë, që janë sot në burg, që rrinë në kushte mizerabël. S'janë as burgje. Ka burgje gjithë bota. Po trajtohet me integritet, se janë institucione rehabilitimi. Kushtet ju atje i çoni ata, ke pasur 18 vjeçar për 2 cigara hashash janë futur në burg, se do bënit shtet ju ndërkohë që kanabizonit një Shqipëri të tërë, në kushte mizerabël. Kushtet fortët e lagjeve që bëjnë ligjin jashtë burgjeve dhe në çdo lagje, edhe kur i arrestojnë, partnerët tanë ndërkombëtar bëjnë ligjin brenda në burg. Shkojnë parti në burg, fest në burg, alkool, drog, televizori më i madh se çfarë mund ta keni ju vetë tek shtëpia juaj kishte në qeli ai. S'pash asnjë qeli tillë kur shkova tek 313-a. Nuk kam pa asnjë, as kolegu im s'ka pa qeli tilla kur ka shkuar të vizitoj protestuesit në Elbasan. Më ka ra për se ta provoj dhe vetë, nuk isha asu në televizor tek qelia ime. Po këta si e marrin këtë televizorin aty në qeli? Dhe në faktu duhet ishte ai ministri që ishte në atë kohë, ai Lambadari, që keni marrë ministër brendshëm tani. Ai duhet ishte këtu të jep të shpjegime. Ai ish drejtori burgjeve që ka qenë atë moment aty, si drejtor burgjesh në këtë institucion, duhet na jep të shpjegime. Ju flisti për sigurinë e kujt? Ju ndori keni, bëheni. Keni gjithçka, nuk leni ditë pa na informuar që keni 84 mandate. Ditë, sekond nuk leni pa na informuar. Kemi 83, 84 mandate, keni gjithë pushtetin. Kush u ndaloi? Po pse ne zëvendësum këndet e lojra me kulla që të pastrohen parat e drogës në Durrës, nuk e dim ne çfarë është bërë në Durrës? Në Tiranë kudo. Nuk e dim ne çfarë është bërë, parat e këtyre që festojnë në burg. Janë pastruar në Durrës. E vazhdojnë pastrohen. Edhe këtu në Tiranë. Parat e krimit pastrohen, s'ju a them unë, ju a thot Departamenti i Shtetit. Se tha kolegu nuk flet njëri. Jo, kemi fol ne, kemi kërkuar interpelancë ne për këtë çështje dhe na është mohuar. Dhe ja ku Zoti Dule, keni fjalën të përgatitet zonja Gjuzi.
Nderuara kryesuese e seancës, të nderuar koleg, natyrisht që nuk mund të ishte ndryshe, lutjet e të gjithë neve, si të gjithë qytetarëve të vendit, janë me dy ëngjëjt kaq padrejtësisht të humbur dhe familjet e tyre, dhe urimet tona janë me ëngjëllin e tretë për shërim të shpejtë. Dhe urimi i madh është që le të jenë viktimat e fundit të papërgjegjshmërisë son të rregulluarit të gjërave në vendin tonë. Të dëshiroja në të njëjtën kohë të ngrëdhe një çështje që preokupon këto ditët e fundit komunën Bashkinë e Dropullit. Para disa ditësh u gdhi me të gjitha tabelat rrugore, dy gjushe, në bazë të legjislacionit, të nxira me bojë të zezë. Nuk është hera e parë. Është ndëruar tashmë në ritual, çdo 6 muaj, çdo një vit, duar të nxira që nxjin tabelat rrugore. Përse? Sepse respektohet një e drejtë themelore sankcionuar në kushtetut, në ligj dhe në konvent. Reagoi komuniteti, reagoi dhe bashkia. Policia njoftoi se ka identifikuar autorët. Por kjo nuk mjafton. Nuk mjafton që 2 adoleshent të vijen para përgjegjësisë. Duhet të gjejmë shkaqet, arsyet, rënjën e së keqes. Ai veprim dëshmon urrejtje. Dhe detyra jon është që ta gjejmë se kush e mbjell dhe e kultivon atë urrejtje. Nuk mund të niset një adoleshent nga fieri sepse kështu tek të marrë kovën me bojë apo sprej dhe të shkojë 150 km larg të prish tabelat rrugore. Këtu zonja dhe zotërinj, është përgjegjësia jonë. Është përgjegjësia që të kultivojmë ndjenjën e bashkëjetesës, të respektit të ndërsjellët. Po flasim gjithë ditën, në komisione, në seancë plenare, në media dhe kudo, Bashkimi Evropian, integrimi në Bashkimin Evropian. Këtë integrim duhet që sa më shpejt që të jetë e mundur ta zhvendosim nga kuadri i sloganit dhe ta kthejmë në një realitet që prek jetën e çdo qytetari, përfshirë edhe ato të pjesëtarëve të minoriteteve etnike në vendin tonë. Ju faleminderit. Zonja Gjuzi, keni fjalën. Të përgatitet zoti Blushi, Tedi Blushi. Faleminderit drejtues së seancës, të nderuar koleg. Patjetër që si nënë e 4 fëmijëve nuk e gjet pa mundur të gjej fjalët e duhura për të ngushëlluar familjet për ato që ka ndodhur ditën e djeshme. Zoti u dhënë forcë edhe i pasmar pranë vetes edhe u kujdes për ëngjëjt e vegjël. Faktikisht në vim të javës që ne sapo kaluam, ku patëm edhe patëm vizita të përditshme në zonën që unë personalisht mbuloj, të doja që në vijim të diskutoj për problematikat e asaj zone. Kur vjen puna për golemin, për turizmin, për arkitekturën, për zhvillimin urban, besoj që jam në habitatin tim. Është ajo gjëja që njoh më mirë, e njoh nga shkolla, po e njoh edhe nga puna, e njoh edhe duke jetuar atë zonë. Edhe patjetër që e kam thënë shpesh që Golemi është kryeqyteti i turizmit shqiptar, mbi 1 milion turistë vetëm në sezonin veror. Vendas të huaj, shumë të huaj që kanë zgjedhur edhe të jetojnë aty gjatë vitit. Problematika ka, patjetër që ka shumë. Do doja të ndalesha në 2 sot faktikisht. E para që ka të bëjë me historikun e zhvillimit të asaj zone, ku si në gjithë territorin shqiptar, mbas viteve 90 patjetër që zhvillimi urban mori një formë të menjëhershme,
nga arsye nga më të shumta, të cilat nuk është as momenti, po as koha e mjaftueshme për t'i analizuar. Por fakti është që me të gjithë atë kaosin e vetë urban që Golemi ka pasur ndër vite, prap vazhdon të shërbej për të mikpritur, prap vazhdon për të qenë një zonë që prodhon shumë ekonomikisht. A kemi ne luksin sot të vazhdojmë me teorinë që Golemi nuk bëhet? Pa diskutueshmërisht që nuk e kemi. Golemi është ajo zonë e cila ka potencial të jashtëzakonshëm pavarësisht të gjitha problematikave të ndërtuara ndër vite. Sot faktikisht shumë nga projektet e reja arkitektonike që po zhvillohen aty janë të hartuara nga arkitektët më të mirë të botës. Ajo që është e rëndësishme është që në vijim duhet një punë e përbashkët nga institucionet, qofshin këto qendrore, qofshin ato vendore. Për ta vazhduar këtë zhvillim në sinkron me njëri tjetrin. Pra nuk mundet që ne sot në atë lloj territori të kemi ishuj estetik, ishuj urban, por duhet të vazhdojmë të integrojmë ndërtimet e reja me ndërtimet ekzistuese. Ka nevojë për një rishikim të planit të përgjithshëm vendor të asaj zone, për rrugët e aksesit, për terrenet sportive, për fushat ose parqet ose palestrat e jashtme e publike për të gjithë njerëzit, ata që jetojnë aty dhe ata që e vizitojnë zonën. Pra, është një zonë e cila për aq sa prodhon për ekonominë shqiptare ka nevojë të jashtëzakonshme për një vëmendje nga të gjithë institucionet, qendrore dhe vendore përsëris. Dhe nga ana tjetër është dhe një problem shumë i dukshëm në zonën që ne i themi Mali i Robit, besoj shumë kush nga ne në këtë sallë ka pushuar në atë zonë, ku në rreth 20 vitet e fundit deti ka hyrë rreth 70 metra. Shumë hotele nuk kanë sot një fash rëre, edhe nuk mund të fillojmë të bëjmë teoritë e plota të ngrohjes globale, ndryshimet klimaterike e të tjerë. Po patjetër që është shumë e gjerë se sa vetëm Golemi kjo gjë, sidomos në zonën nga Kunevaini deri në Vjos, dihet që është një problem i madh. Në disa brigje, ku diku shtohet rëra e diku hiqet. Ajo që doja të thoja, në mbështetje të gjithë atyre hotelierëve, tur operatorëve, cilët kanë zgjedhur të investojnë në atë zonë, kam dëgjuar rëndom që i postojnë në rrjetet sociale duke thënë që këta po shkatrojnë Bregdetin e Malit të Robit. Nuk është e vërtet. Askush që ka investuar miliona euro në atë zonë nuk do që ta prishi rërën përpara, përkundrazi, shpesh herë mbushja e rërës që bëhet është një masë emergjente. Po lajmi i mirë për të gjithë ata njerëz që kanë zgjedhur të investojnë, po dhe ata që zgjedhin çdo vit të pushojnë në atë zonë, është se tashmë prej disa muajsh një ekip inxhinierësh mjedisorë nga më të mirët në botë është duke u marrë me studimin e plotë të gjirit të Durrësit për të gjetur një zgjidhje koherente për problematikën e erozionit detar që ne kemi në zonën tonë. Duke shpresuar dhe besuar në një sezon të suksesshëm këtë vit, pavarësisht vështirësive që mund të kemi, besoj që në përfundim të sezonit do kemi mundësi që të merremi seriozisht me rehabilitimin e asaj fashe të Bregdetit, që është dhe një nga pasuritë më të mëdha që gjiri Durrësit dhe Kavaja bashkë kanë. Faleminderit.